është pjekur ashtu siç duhet dhe është bërë i mrekullueshëm. Është ëmbëlsira tradicionale për këto ditë festash. Për përgatitjen e kadaifit tradicional na duhen 300 gram kadaif i freskët, i njom, na duhen 800 gram sheqer, 300 gram gjalp, 300 gram arra edhe një kokër limoni. Na duhet edhe 600 ml ujë, të cilin unë nuk e kam nxjerrë. Gjëja e parë që do bëjmë është do merremi me kadaifin, të cilin do ta shkriftojmë duke ndarë në fije. Pasti kjo është edhe sekreti kryesor për të bërë një kadaif tradicional shumë të shijshëm. Duke ndarë fijet nga njëra tjetra për ta bërë kadaifin sa më të shkrifët. Pasi e kemi punuar me duar dhe kemi shkriftuar ashtu siç duhet kadaifin, do ta bëjmë gati që t'i hedhim gjalpin. Pasi dihet që gjalpi është ai që jep shijen jo vetëm kadaifit, po çdo lloj ëmbëlsire që bëhet me gjalp apo çdo lloj gatimi. Gjalpi ndërkohë që shkriftoja kadaifin e kam vënë për të shkrirë me ndihmën e një luge. Mundohemi ta përhapim në të gjitha anët, megjithatë ajo do përzihet pasi kemi hedhur gjalpin. Do fillojmë që ta përziejmë me duar. Mua më pëlqen që ta përziejmë me dorë, pasi në këtë lloj mënyre e kontrolloj nëse kadaifi e ka marrë gjalpin. Pasi e kemi përzier mirë edhe kadaifi e ka marrë gjalpin, do fillojmë që ta shtrojmë në tavën ku do bëjmë edhe pjekjen. Kam marrë tavën në të cilën do bëj pjekjen e kadaifit. Do hedhim gjalp edhe me ndihmën e një furçe do e përhapim në të gjitha anët. Kadaifin siç e kemi do ta ndajmë në 2 pjesë. E ndajmë në mes. Edhe fillojmë që ta shtrojmë. Në këtë lloj mënyre, duke përhapur në mënyrë të barabartë në të gjitha anët e saj, do vendosim edhe shtresën me arra. Arrat unë i kam thyer në copa më të vogla edhe filloj që t'i hedh nëpër të gjithë tavën. Pasi kemi hedhur arrat, do hedhim edhe shtresën e dytë të kadaifit. Kaq e thjesht është që ju ta gatuani vetë ëmbëlsirën e fundvitit. E di që ka anvisa që nuk kanë kohë, por kadaifi është një nga ato receta ideale që mundëson të gjitha anvisave të bëjnë një ëmbëlsirë në shtëpi. Ja dhe kadaifin e kemi gati. Do ta fusim të pishet në një temperaturë prej 220 gradë për rreth 20-25 minuta. Ndërkohë që kadaifi është duke u pjekur, ne do merremi me përgatitjen e shurupit. Ndezim vatrën. Kam hedhur 800 gram sheqer, do hedh edhe 600 ml ujë. Në ndihmën e një shpatulle do fillojmë që ta trazojmë në mënyrë që të tretet sheqeri. Ju tashmë e dini se si bëhet shurupi, se unë kam sjell në disa receta, në disa ëmbëlsira. Megjithatë, ndonjëherë ka edhe çdo recetë sekretet e veta, por keni parasysh që ndërkohë që bëni shurupin, të kontrolloni edhe kadaifin, sepse është pak delikat në pjekje dhe
I gjithë sekreti atje është pjekja, në mënyrë që mos të digjni edhe mos t'ju ikë puna dëm. Do t'i vëm kapakun që edhe të marrë vaj edhe të bëhet. Ja dhe shurupi na ka marrë vaj, e trazojmë për të parë në mos na ka ngelur edhe pak sheqer në fund i patrazuar mirë apo i tretur mirë. Edhe në momentin që ka marrë vaj, do ta lëmë edhe 15-20 minuta të tjera që të trashet edhe të lidhet sherbeti, edhe më pas e kemi gati. Ja dhe kadaifin e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet, do ta lëmë të ftohet pak edhe do t'i hedhim shurupin. Pasi e kemi lënë për rreth 20 minuta, po e lëmë edhe një 2-3 minuta pak a pak, edhe e kemi gati. Ndërkohë në këto 2-3 minutat e fundit, do hedhim edhe pak lëng limoni, në mënyrë që shurupi nëse qëndron gjatë të mos sheqeroset. Dihet që shurupin do t'ja hedhim të nxehtë, ndërsa kadaifi t'jetë i ftohtë. Shurupin e kemi gati, fikim vatrën edhe e largojmë. Pasi e kemi lënë kadaifin që të ftohet, shurupin e kemi të nxehtë, do fillojmë që t'ja hedhim. Fillojmë fillimisht nga anët. E lëmë të ftohet kadaifin në mënyrë që mos të na bëhet qull. Hedhim nga anët më përpara në mënyrë që mos të na ngelet asnjë pjesë e palagur. Pasi i kemi hedhur shurupin, do bëjmë edhe prerjen e kadaifit, pak me kujdes. Në mënyrë që ta pi shurupin edhe në brendësi të saj. Ja dhe kadaifin e kemi gati, do ta lëmë për disa orë që ta pi shurupin, edhe më pas do ta servirim edhe do ta shijojmë.